Todi kishe? Unë ndaj një qëndrim tjetër. Parimisht edhe juridikisht duhet që çdo i pandehur të jetë krah avokatit, mos jetë izoluar nga një kafaz xhami apo kafaz hekuri, sepse këtë parashikon edhe ligji, por normalisht kjo zbatohet në gjykatat e vendeve europiane. Problemi është që kafazi nuk është vënë sot. Më përpara për shumë dikur te krimet e rënda ka qenë një kafaz prej hekuri, që ka qenë i tmerrshëm, edhe pas disa kritikave dhe vendimeve të gjykatës Europiane për drejtat e njeriut, u përshtat një bazën atyre... Falë vetëm një sekund, kur kemi një kriminal i cili... Njëri të rrezikshëm. Ja, atë po e sqaroj, pra atë po sqaroj. Do me thonë, problemi është që sot kjo përpjekja mua më duket si një strategji më shumë e politikanëve të akuzuar, të cilët të përpiqen ta shfokusojnë vëmendjen nga akta akuza apo nga dyshimet që rëndojnë mbi supet e tyre, për të kaluar tek artifica, si që është jo kafazi prej xhami, jo transmetimi live. Tani të ndalemi pak te transmetimi live. Zoti Erion Veliaj ka kërkuar që procesi ndaj tij të jetë të transmetohet live gjatë gjithë kohës. Por ndërkohë, unë që e ndjek nga afër atë proces, më rezulton që kjo është një kërkesë thjesht për propagandë ndaj opinionit publik, sepse bashkë të pandehurit e tjerë në proces e kanë refuzuar një gjë të tillë. Për shembull, Elmana Bule nuk ka firmosur në asnjë moment për të dhënë pëlqimin që seancat të transmetohen live dhe gjykata nuk mund t'i shkel të drejtat një bashkë të pandehurit tjetër që është në të njëjtin proces me Erion Velin. E para, e dyta. Ja, të vazhdojmë. Ti do vazhdosh. Okej. Ndryj unë. Po, patjetër. Për publikun. Dikush ngrihet dhe thotë unë s'dua. Po. Mund të ngrihen edhe të tjerë. Kanë arsyet e veta, janë njerëz jo publik, po, të cilët ndodhen rastësisht ose ndërgjegjësisht në një proces, kanë kryer ose nuk kanë kryer, emri që ti përmendë, dhe nuk ka dëshirë që të jetë publik. Patjetër. Por kemi një problem. Cili është? Do dalësh ti me 7 të tjerë në procesi, do jesh ti dhe 10 të tjerë, dhe do thoni, do t'interpretoni, nuk kam gjë me ty. Jo, absolutisht e pranoj kritikën, Jo, nuk kam gjë me ty, sepse ti punon, unë thres qëllimisht duke ditur me idenë që ti je për mua një njeri i pavarur, dhe je. Pavarësisht si mendon, mund mendosh në krau të këtij sot, në krau të atij. Mendimi është tjetër pse. Por, aty ka njerëz, ata që quhen gazetar, janë totalisht njerëz politik. Të lidhura me partitë, jo një minutë. Të lidhura drejt për drejt me partitë politike. Televizionet, mediat shqiptare me përjashtime të vogla janë të lidhura me politikën si mishi me thojnë. Dhe ata do bëjnë interpretimet e tyre. Pse shikuesi i gjerë popullata të mos e shikoj direkt aty që ndodh, po t'ja tregosh ti tregoj atë pjesën tjetër, intervistën që merret gjitha. Po pse ti, kur ti je thjesht një përçus i lajmit dhe i çfarë ndodh atje, përse ti kërkon ta prodhosh vetë? Unë kryetarin shoqate dhe kam bërë do t'ja përgjigje për këtë. Dhe pse ti duhet ti ta bësh atë, ti bie nga Kina. Kjo është brenda nga Kina. Kur ti e shikon aty, ja çfarë ndodh. Erion Veliu thotë kështu, gjykatari thotë këtë, por sepse unë kam të drejtë pastaj të bëj aludimin tjetër, të them këta s'kan prova, dhe duke mos patur prova, do përdorin të gjitha armët që kanë për të mbuluar këtë gjë. Them unë, kot, mund të mos jetë vërtet. Me kafazin pastaj. Ke gjithë të drejtë. Se s'dim gjë që ka ndodhur. Atëherë, seancat në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar kanë atë klubin aty thotë. Ja. Të lutem më lër ta mbaroj, se nëse do ta kundërshtosh edhe kundërshtoje. Po ato regjistrojmë për efekte. Jo, kanë të drejtë palët, të lutem zoti Rakipi, kanë të drejtë palët. Po jo palët, unë jam media. Ja një minutë. Po pra, ju jeni media. Unë, shiko. Ju jeni media. Se me kolegët e mi po grindesha herën e kaluar, jo të lutem. Me kolegët e mi, jo, nuk po grindesh, po debatonim. Të lutem. Shiko sa e thjeshtë. Presidentin e Republikës ose burri dhe. Zoti Rakipi, po të jetë për mua të gjitha seancat. Nëse flasim për Ilir Metën, ka qenë, ja thash Telës herën e kaluar. Presidenti i Republikës Shqipërisë. Kryeministri i Republikës Shqipërisë. Kryetari i Parlamentit. Kryetari i Parlamentit Shqipërisë. Ministër në disa dikastere shumë të rëndësishme të vendit. Ka qenë kryetari një force politike që e merrte pushtetin nga këtu dhe e çonte te kjo forcë politike. E merrte nga këtu e çonte te kjo. Njëherë PPD-ja, njëherë te PS. Pra ka qenë nga njerëzit në këto 35 vjet më të rëndësishëm në Shqipëri. Opinioni publik, interesi publik këtu nuk ka rast më të madh, interes më të madh publik se ky. Atëherë, ja të sqaroj. Kingmaker që që. Kingmaker në rastin e transferimit pushtetit. Po, ekzekutuesi i madh pushteti, presidenti me radhë. Po. Parimisht, procesi ndaj zotit Meta, për pjesën që ka të bëjë me relatimin e provave nga ana e prokurorisë,
me pretendimin e Zotit Meta, apo pretendimet caktuara në proces, mund t'jenë lehtësisht të hapura dhe mund të përshtatet salla e gjykatës për t'i parë gjithë opinionin publik. Ama nga ana tjetër kemi një problem tjetër. E ka ligji, nuk e them unë këtë gjë. Një dëshmitar, mund t'jem unë dhe mund t'jeri ju nesër dëshmitar, pra po them se nuk dua të shkoj tek emrat e tjerë, në atë proces dhe ju nuk doni të jeni njëri publik dhe nuk doni të dëshmoni. Të lutem. Në gjyqin e Hashim Thaçit, prokuroria, ja. Po të lutem. Pala e prokurorisë, ja. Po, pyet në mënyrë anonime. Ata nuk dalin fare, është publik komplet gjyqi i Hashim Thaçit, dhe ata që nuk duhet të dalin fytyrat, se nesër mund t'i vrasin një minutë, moj zonjë. Po nuk e një pra procedura jonë. Po nuk e një pra procedura. Po mirë më blokohat seancë që ka dëshmitar tjerë që kjo duhet sqaruar për opinionin publik. Këtë po përpiqem them që aspektet të caktuara të procesit, unë personalisht kam interes të lartë publik dhe opinionin publik. Po bëj anonima ta, më bëj anonima ta. Nga ana tjetër, dëshmitar caktuar dhe të pandehur caktuar nuk duan, do t'i shkelim të drejtat ne se do njëri dhe nuk duan 5 të tjerë. Hajde ta zgjidhim këtë gjë, sepse aspektet caktuara gjinisht të procesit penal, në rastin e Erion Veliajt ne kemi një bashkëpunëtor. Ore një njeri mund të dalë aty thotë unë s'dua as të dënojmë, kur ka bërë. Ore ka të drejtë njeriu bën çfarë dëjojmë, thotë çfarë doj. Po unë po them. Hashim Thaçi u shoqërua nga Haga në Kosovë. Si u shoqërua Hashim Thaçi? Mund t'ja kthejmë pak ato pamjet? Jo, po flas për gjyqin. Jo, të lutem si, po edhe për gjyqin, po të flasim edhe për pamjet. Po flas për vendin ku Hashim Thaçi do marrë dënimin. Po nuk po e dëgjon çfarë po them. Nuk po e dëgjon çfarë po them. Po jo si u transferuam, mund të transferuar ilegalisht. Tani, ju jeni radikal në Po kusht, po kam qenë kundër mënyrës të arrestimit. Në studion tënde e kam dënuar. Ç'lidhje ka arrestimi se po dalim komplet nga tema? Po ç'lidhje ka transportimi i Thaçit aty? Rakip, unë jam që për pjesën që ka të bëjë me relatimin e fakteve, pretendimet e Zotit Meta, çështje caktuara, aspektet caktuara të procesit të jenë të hapura për opinionin publik dhe të transmetohen live, ama brenda atij procesit ka momente që ligji e ndalon rreptësisht gjykatën. Këtë po them. Në rastin e gjyqit Thaçi, njerëz që nuk do të deklaroheshin se përbënte rrezikshmëri, patjetër, po aty mund të ketë një moment caktuar të dhëna personale, mund të ketë të dhëna sensitive, mund të ketë fëmijë, mund të ketë sekret tregtare tjera në radhë. Këtë po them. Sepse duhet të ndajmë teoria për të bindur opinionin publik që proceset mund të jenë tërësisht hapura nuk qëndron e parafare. E dyta, e di çfarë duhet të diskutojmë ne? Të gjitha këto përpjekjet se Kafazi nuk u vë sot. Kafazi nuk u vë sot, se nuk u përtit Kafazi me të madhe para 10 vjeç. Po është mirë të hiqet sot me që po dënojnë këta. Po shumë dakord, më kush e tha që s'janë për të hequr. Me ku pirth njëri për Kafazin? O, zoti Rakipi, nuk jam. Tani që e kanë këta, mund të hiqet Kafazi. Nuk jam dhe ka gjithmonë një fillim dhe ka një fillim pra. Se po e shikojnë në studiot e tjera. Të lutem. Në njërin nga televizion nuk po ja them emrin, po përpiqeshin të thoshin që nuk ka lindur tani. E dim. Padrejësi e madhe ka qenë. Po, a mund të filloj tani? Po dakord, ma hajde ta fillojmë, por jo duke thënë që po ju shkelin vetëm këtyre të drejtave, se ka 10 vjeç që është Kafazi aty. Zonja tani ti e gazetare, dhe vazhdo pastaj. Vetëm 20 sekonda. Shiko sa e thjesht. Ti e gazetare që je atje në permanente, në çdo ngjarje. Tani, shiko sa e thjesht. Rasti Beqajt është një nga rastet më qesharake. U zhvilluan dy gjyqe për dy gjëra të ndryshme në SPAK Beqaj. Në njërin ishte në Kafas, këtu, në tjetrin ishte pa Kafas. Qa ndryshoj? Beqaj tani është një njëri, apo kemi dy Beqaj? O zotëri, ka lindur një Beqaj kemi, apo dy Beqaj? Gjukata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, që dikur ka qenë gjukata për krimet rënda, ka lindur në 2004, nuk lindi sot. Pra është pritur 20 vjet që politikës t'i preket interesi pa të ngrej problemin e Kafazit e parafare, dhe këtë duhet të themi ne, dhe e dyta, kjo është thjesht një artific, se kjo fotoja këtu është e gjitha propagandë, në do t'a dish zoti Rakipi, se aty me atë Kafazin gjitur, ka një dhomë të veçantë që këta mund të flasin aty, në privatësi të plot, e keme vendim gjysor. Këta. Ja, zoti Zeira e nevojë ta konsumojnë live. E kupton? Do presin do të seancën. Ka mundësi. Atëherë, të thash pra, unë personalisht jam kundër. Po ka 20 e ca vjet. Dëshmitari i do dhe në Kafaz dhe pa transparent. Jo, po atëherë argumentat dëshmitari nëse nuk do të shfaqet për publikun me përjashtim të rasteve kur cënohet siguria. Po ta japim me shkrim më burr. Jo. Le mos duket fare, mos dal fare nëse nuk do të shfaqet. Kur nuk do të shfaqet... Jo, po të shkosh me detyrim, si mos do. E atëre të shfaqet kur nuk ka për sigurinë e tij problem.
Dhe nuk është punë dëshire. Përveç rasteve kur janë minorenë, është e përcaktuar, ose të cënohet siguria kombëtare. Ka bashkëpunëtor të drejtësisë, ka sekret tregtar, ka sekret shtetëror, ka dokumentat klasifikuara e tjera me radhë. Kështu që historia e një procesi, nëse do të flasësh me këmbë në tokë, pa eufori. Dy beqe ishin në gjyq apo një? Dy beqe ishin... Po më thua mua, unë kam qenë Lodi, edhe historikisht këtë kundër foton tha e kafazit. kam bërë Kastile... Unë po të them jam kundër kafazit. Empati. Unë kam qenë historikisht kundër kafazit, po kjo foto është e gjitha propagandë, e mbaj përgjegjësi unë për këtë letë me qoj i lyrë. Po pse e futin atje që ta bënin propagandë këta? Atëherë, po të them... Propagandë është futja atje më në fillim me beqe. Unë personalisht si juriste, po të them kam qenë historikisht kundër kafazit, por nuk ju ka bërë përshtypje ju, se nuk ishte politika në kafaz. Këtë përpërpiqem të them. Po e futën kriminalin aty. Kjo që aty njeri iku nga gjyqi dhe vrau njerëz. Është i barabartë me gjithë të tjerët. Kriminali mund vras njerëz.